Kombëtarja e Kosovës në volejboll për meshkuj ka nisur përgatitjet intensive në Ferizaj përpara ndeshjeve të rëndësishme në kuadër të Ligës Evropiane. Me një atmosferë optimiste dhe motivim të lartë, ekipi po punon për të ndërtuar një skuadër konkurruese për të ardhmen, pavarësisht se është ndër më të rijat në moshë në këtë garë. Duke folur për Kosova Press, trajneri Darko Prebiracevic foli për kushtet e ofruara nga Federata e Volejbollit, duke i cilësuar ato si ideale për një përgatitje sa më të mirë. Ai ka shpjeguar se Liga Evropiane këtë vit ka një koncept të ri, duke shërbyer edhe si kualifikuese për Eurovolley. Kosova do të marrë pjesë në 3 turnej, fillimisht në Letoni, ku do të përballet me vendasit dhe Rumaninë, pastaj në Estoni për ta mbyllur ciklin me turnejon e tretë që do të mbahet në Kosovë. This year we play European League. This is a new concept. Këtë vit po luajmë në Ligën Evropiane. Ky është një koncept i ri i garave të Sevit. Liga Evropiane në të njëjtën kohë shërben edhe si kualifikim për Eurovolley. Këtë verë do të luajmë në 3 turne. Turneu i parë është në Letoni, siç e përmendet, do të luajmë kundër Letonisë dhe Rumanisë. Pastaj shkojmë në Estoni dhe turneu i tretë do të mbahet këtu në Kosovë, gjë që është shumë e mirë. 2 ndeshjet e para, siç thatë, janë kundër Letonisë dhe Rumanisë. Prebiracevic shtoi se në këto ndeshje Kosova do të hyjë me dëshirë të madhe për të fituar. Of course we are not going to play any game without Sigurisht që nuk do të hyjmë në asnjë ndeshje pa objektiv dhe pa dëshirën për të fituar. Tani, për çfarë do të jemi të aftë nuk e di në këtë moment, por ajo që jam i sigurt është se do të japim 100% dhe do të përpiqemi të luajmë sa më mirë të jetë mundur. Letoninë e njohim nga sezoni i kaluar. Kemi luajtur kundër tyre dhe kemi bërë një ndeshje shumë të mirë. Ishte një lojë mjaft e barabartë. Pra mund të themi se i njohim dhe ndaj tyre do të jemi më të përgatitur se sa ndaj Rumanisë. Rumania ka një ekip të mirë, me disa lojtarë të rinj që luajnë nëpër Evropë, me ekipe shumë të mira, kështu që do të shohim. Të njëjtin optimizëm ndajnë edhe volejbollistët, ata konfirmojnë se atmosfera në kamp është jashtëzakonisht pozitive dhe se motivimi është në kulm. Ermal Maliqi theksoi se Letonia dhe Rumania janë kundërshtar shumë të fortë, por se Kosova do të luajë ndaj tyre me synimin për të marrë rezultate pozitive. Mendoj që për rezultat jemi shumë optimist, sepse është hera e dytë që ndeshemi me Letoninë, ndërsa për Rumaninë është një kundërshtar që nuk kemi ndeshur asnjëherë me to, por jemi shumë optimist për të pasur paraqitje sa më të mira. Në Kosovë ka shumë talenta dhe ka shumë djemtëri, veç se është përgjithësi pak e ekipeve që duhet me punu pak me djemtëria dhe është shumë mirë që po organizohet kombëtarja e Kosovës në nivelin e seniorave, që më dhon djemve të ri mundësia që më paraqit sa më mirë dhe më motivu për të ardhmen në volejboll. Kurse volejbollisti tjetër, Adriatik Berisha, u shpreh se grupi i lojtarëve është i të motivuar, sidomos pas rezultateve të mira e të arritura vitin e kaluar. Normalisht, po mundohemi me u përgatit, jemi shumë të motivuar edhe prej rezultateve që kena pas edhe lojëve të mira edhe vitin e kaluar, edhe para vitit kaluar, edhe normalisht po presim me bëj lojë shumë të mirë. Rumania dhe Estonia janë një prej 2 kombëtarëve më të mira në Evropë, ndoshta jo më të mira, por në mesin e më të mirave janë. Edhe fitoria është normalisht e vështirë, po gjithsesi mendoj se do të arrijmë me bëj lojë të mirë, pasi që e kemi marrë një eksperiencë edhe nga 2 vitet e kaluara në këtë lloj garash, edhe mendoj se do të paraqitemi shumë mirë. Përfaqësuesja e Kosovës po hyn në këtë garë me një vizion të qartë, duke balancuar nevojën për rezultate të menjëhershme me objektivin afatgjatë të ndërtimit të një ekipi të qëndrueshëm. Ndeshjet e ardhshme do të jenë një test i rëndësishëm për këtë gjenerat të re, e cila synon të lërë gjurmë në skenën evropiane të volejbollit.